Një kohë me përzierje kimike ka alarmuar policinë e Vlorës, e cila ka vendosur menjëherë perimetrin e sigurisë në zonë. Sipas informacioneve paraprake, ishte ambientalisti Niko Dumani, ai që njoftoi autoritetet pasi konstatoi rrezikun që paraqiste lënda në fjalë. Sipas Dumanit, bëhet fjalë për një përzierje kimike mes metanit dhe natriumit, e cila ishte ruajtur prej vitesh në banesë me synim për të përdorur për laborator shkollor. Ai deklaron se situata ka dalë jashtë kontrollit pasi lënda pati kontakt me energjinë dhe ujin, çka shkaktoi flakë dhe rrezik potencial shpërtimi. Policia, pasi vlerësoi situatën, njoftoi dhe forcat zjarfikse dhe kërkoi largimin e personave nga zona për arsye sigurie. Kimike, natrium, e kam patur në rrojtje për shkollat, kam tentuar të jap shkolla për laborator, nuk mi kanë marrë dhe kanë mbi 10 vjet i kam në rrojtje. Sot diçka ka ndodhur, është ka rënë kontakt me ajrin, ka rënë një pikë uji dhe shpërtheu dhe duam ta largojmë tani. E kemi të izoluar dhe duhet të largohet. Policia ka një orë gjysmë s'na ndihmon dot. Nga se shkaktohet kjo? Nga se shkaktohet? Po të thash nga ajri ose nga uji. Dhe si e keni mbajtur ju? Kush e ka bërë këtë përzierje? Juve? Po s'është përzierje, është metal. Metal. Po. Është i rrezikshëm kur krijohet kur ka kontakt me ajrin dhe me ujin, si? Po, në kontakt me ajrin dhe me ujin, ajo vetëm vizet. Sa rrezikshme është? Po s'ka rreziko, do bëj flak, po nuk e dim se sa do hapet ajo rrezja. Dhe unë kam kërkuar një orë gjysmë nga policia, kanë ardhur 30 policë këtu, nuk sjellin, nuk gjejnë dorë një makinë për ta larguar. Shpërthen ajo? Po me flak, po me sigurt. Nuk e ke sigurt. Po nuk e kam të sigurt. Se kam të sigurt. Unë prandaj shqetësimi im është ai që sa më shpejt ta nxjerrim jashtë qytetit në një vend edhe të evitoj. Si e keni mbajtur gjatë kësaj kohe? Tani mos më kërko llogarit, se s'është kjo llogarit. E kam mbajtur në ruajtje për të dhënë shkollave dhe harruar atje ka vjet. Kam kryer një përzierje kimike vite më parë me qëllim përdorimi për laborator shkollor. Nga kontakti sot me ajrin dhe ujin, pash që situata paraqiste rrezik shpërtimi. Për këtë arsye njoftova menjëherë policinë dhe kërkova që zona të izolohej, pasi kemi të bëjmë me një lëndë të rrezikshme. Autoritetet po vijojnë verifikimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe nivelin e rrezikut që ka paraqitur kjo përzierje kimike.